Ehli Suneti beson se xhumaja dhe namazi me xhamat janë prej shenjave më të mëdha dalluese të muslimanëve dhe beson se lejohet që të falesh pas imamëve të muslimanëve përderisa gjendja e tyre është e fshehtë, pra përderisa nuk kanë ra në ndonjë gabim të madh, përderisa nuk kanë ra në ndonjë gabim të madh, dhe nuk është metode e Ehli Sunetit që t'i sprovojmë ata imam e ta shohim se çfarë brendësie kanë. Përderisa gjendja e dukshme e tyre është në rregull në përgjithësi dhe nuk kanë ra në ndonjë gabim të madh, lejohet falja pas tyre. Dhe lejohet falja pas atij i cili pra nuk shfaqet haptazi me mëkate të mëdha dhe nuk shfaqet haptazi me bidate shkatruese. E sidomos në kohërat tona kur pra xhamiat janë të kufizuara dhe imamat në to janë të kufizuar. Përderisa kjo është e kërkuar dhe është prej shenjave të Islamit, atëherë pra duhet të bëhet namazi me xhamat edhe nëse imami nuk është komplet ashtu siç e kërkon feja e Allahut subhanahu wa taala. Përderisa nuk ka ndonjë më të mirë. Mirë po, nëse në të njëjtin qytet kemi për shembull një imam që ka akiden e Ehli Sunnetit dhe një tjetër i cili pra kreh ka sufit e devijuar dhe ka akide të keqe, ka akide bidatxhie, atëherë dihet se më primare është të falemi te ky i cili e ka akiden e saktë dhe të pastër. Pra, kjo është ajo me të cilën Ehli Sunneti e adhurojnë Allahun subhanahu wa taala dhe bindja e tyre se xhumaja dhe namazi me xhamat patjetër duhet të ngritet dhe patjetër duhet të ekzistojë në mesin e muslimanëve, sepse kjo është shenja, një ndër shenjat më të mëdha të muslimanëve. Ezani, xhumaja, xhamia dhe namazi me xhamat në to janë shenja se një vend është musliman. Edhe pejgamberi alayhis salam kur i ka dërguar ushtarët në ekspedita ushtarake, u ka thënë shihni se në atë vend a ndëgjohet ezani dhe a falet namazi me xhamat. Nëse këto dy vepra nuk i bëjnë ai vend, atëherë sulmojeni, sepse kjo është shenjë se ata nuk janë musliman. Ndërsa nëse e dëgjon ezanin dhe e sheh se namazi me xhamat kryhet në atë vend, atëherë kjo është shenjë se ai vend është musliman. Dhe nuk lejohet dhe nuk është prej sunetit lënja e namazit pas dikujt gjendjen e të cilit nuk e dim. Pra nuk e dim se është prej ehlu sunetit apo është prej ehlu bidatit, prej pasuesve të bidatit. Nuk e dim gjendjen e tij, falemi pas tij.